Mirë Rama, shikus të ndëruar, jemi edhe sonte si çdo të shtunë në emisionin ma të shikuar, ma të dëgjuar, u knaqëm të knaq. Por sonte unë, Simoni Roma, pagonën sonte, pak ma ndryshe me probendin, ju përshëndes këtë juve e ju thëmë Zotë ju rujtë të gjithë. Sonte kem një emision pak ma ndryshe. E pse ma ndryshe, keni me kuptu vetë. Sonte nuk është një, as nuk është dy, po sonte është 3 në 1. E atë kanë diçka të përbashkët, por do të zbulojmë ma vonë. E pra, sonte vjen një zë i fuqishëm në politikë, ama me debatet shumë i forcari. Por, bashkë me të vjen edhe një zë për të cilin sigurisht sa po të ndëgjoni keni nostalgji, jeni rrit me të. E tjetra është këngëtare, edhe shumë ka dëshirë me bo pyetje. Po sonte, ne do t'i bojmë pyetje asaj. Pra, ti që je ullën pran ekranit, merre qajin, mos u largo, se do të bëhet një mramje fenomenale me musafirt që i kemi sonte. Monita? O, Ankim, unë emision një hijo që zëma. O, e di për malë që interneti edhe era me pa emisionin live se të kam shak. Po, pëse ta që internet? Ankim, në emision një, Ankim. E di. Man, 5G-ja s'po bën 5G-ja, kupton? Pse s'po të bën 5G-ja, vlo? Po nuk po bën, vlo, nuk e di pse s'po bën që. Edhe provova këtu me internetin e Dugagjinit, më lidhe shuva Ermal 2 herë zboni. Së du me shku Ermal, po du me shku Ermal Panduri, pa kishqit. Onë Ermal 2 herë ja bëjshë. Ermal, s'ko Ermal Panduri, po. Po, mirë, pse ti, qa pëllit me 5G, vlo? Po krejt po ta me 5G muni sot. Me 5G? Bile muni, jam të menu që ka 5G-ja s'po na bën pejsi na dhanë vakcinat. Ka një herë, ndurën e maj, ka ku marrë vakcinë, që, hupën faltë, qërën djatën kur të qesë, që erë një. A pishe? Ja, se ki për vakcinë. Po thua? 5G-ja është të dëpt. A dim pëse është 5G-ja dëpt? Pse te unë 3G-ja sonte është shumë e fort. Pra për juve, musafirët që i kemi sonte bashkë. Atere, i lirje. Ku? Me shku shpe. Pse? Jo, po që këshyri emisionin në, s'kam 5G. Po e se ma prish emisionin, bre. Po unë e dhona? Po, qësh? Po unë e dhona, më ke premtu bre më njëherë. Që të këmë premtu? Më ke premtu njëherë me hi mullat të kullet kanja. E dhona mullat, pa që të kullet kanja. Ani, ullë sonte, ama... Po sh'familje më nësë bajgare me mu. Nuk jem të bajgare, vesh asë një zotë, s'du me tani qetu. Ta zanë, ta faleminderit. Ajtë ullë. Mirë Rama. Atëherë shikus të ndëruar, sonte me neve deputetja e ndëruar Ganemite Musliu, e ndëruara kolege, a guzej me thonë kolege? Pa tjasar. Ganemite Jashanica, edhe Përshëndetje. bashk emisionistja jonë, Ganja. Pse le me thonë kolegë? E është i ri? Ankim, Jemi thash kolegë. mos me folë. Vëq edhe kësaj, do të vitona la ka pruna i qërshi. Qëta të kohë e tine? Qërshia! Ska net. Ju... Haj gjallit e haj. Mshira muni. Jo këm paralajmëru në që 2 vjetë që i ka hangër. Atere, qësh me të drejtu si Gane, si Ganemete, si deputete? Qysh ti ndjesh ma lirë. Une kisha pas shumë dëshirë me të thirë, qysh të thirë vlojët. Vlaje më 3 gone, jo as gone, as Ganemete. E di që 3 gone, e din të që unë me vlojën tonë, kemi diçka të përbashkët. Keni ka i mutër me emrin Ganemete, a qafsh? Jo. Une me vlojën tonë, shumë të respektuarin, jemi një gjenerat. Përveç që jemi një gjenerat bashkë, të dytë i kemi ka 5 motra. Kështu që... Sa me fatë që e. Po thua, veç une e kom një problem që une s'kom motër deputete. Së është e pa mundur ajo, dhe mos u gut me thos s'kam, kur si vjetë. E atëre, faleminderit shumë që je sot në emisionin tonë Knaqëm të Knoq. Kjo emisioni jonë fillon me hajgare, me humor, edhe mbaron me humor. Faleminderit Ganemite Jashanica, ndëruar që je sonte me neve këtu. Gjithashtu edhe ty Gane po të thëmë mirë se erdhe, pasi që sonte i kemi
Mirë se ju Që ty, gjeta, ankem jetu mirë se ju pengur, valla. gjeta, ankem. Mirë se të gjeta. Gone, po vjen shumë visë që ma fërteje, dhe qysh. Veç, okej, ama veç sonë të jetë që aty. Atëre, deputete e ndëruar, a ka mundësi me fillu seonca në parlament në erë që shtu të kjesh krejt? Qështu ja fillot gjë? O, shumë se në emision një. Që me mujtë ma seriose, Që shtu alla kom gjitha? Atëre, i sholla s'ka në thonë që kena kopiju në parlamentin, pra. Ko gjatë njaj shumë jeni bo. Për në me a? Po, qëtu 4 vitet e fundit, Faleminderit shumë për këtë pjesën që po na tregon që në parlament është kjo atmosferë. Se na kur pjo shumë, e pse me siguri ju drejtë po pini kafe, po kesh një pikrinë të pjesa kur po fillon seonca, një muhabet pak më i vështirë, pak më. qërë edhe atas që shpo keshin tash, po kur t'ja nisin me punu, ata mo serios mo, se s'mun Dhe harroj me kesh. Atër duhet të vini për problemin. Ganimet. Fillimisht edhe unë du me të falenderu për ftesën dhe mundësin, për mua është jashtëzakonisht privilegj me ka me të madhen ganën këtu, me të cilën na jemi rritë me zonin e saj në realitet dhe unë e qmoj shumë si këngëtare. Faleminderit që je sot bashkë me neve. Dhe gjithashtu edhe me Ganimete Abazin, me të cilën, nuk e di sa e dini ju, po shpesher na kanë ngatru, kur raportojshin lajmet për mua, e prezentojshin Ganimete Abazin. Ndërsa, kur e prezentojshin showbiz Ganimete Abazin, më përmendishin mu, kështu që... Ani, kjo ju mund përne që jeni me fat të dyja në këtë rast, kur të mungojsh të në erën seoncë, që ganën, A mos së më ka orë, se kom fëtu. apo, atëre, e po, nështë që vjen seoncë, po neve me na vy gonja me knu, atë shkon zoni ty. Vjen gonja. Gjinum dhe qysh. O, në mision jenë, o, më tranu. Unë shpeshere, më falni se nështë Jo. po shpeshere këmë thonë, kur fillon të gazetarët me nga thirë për emisionet sportit, për qështu të showbizit, qështu gjana tjera, dhe thamë këj parlamenti është bo, se këtu dyqanet gjithë shka €1. Wow. Hinë me bli diçka me €1, del me 2-3 kese, se i ke mush plesë e gjanë gjithë shka, dhe parlament gjanë gjithë shka. A unë menua që këtu keni po pare, hinë me €1, e dilni me shumë pare. Ja, nuk është ashtu, A, jo, nuk ha? e mendova në atë aspekt, Okej, unë po mendoj, unë po mendova mendoj. gjinshmërinë e Po, mendova. unë po mendoj se kjo, që na Qëre, jemi... e mira këtyne parëve është që të hyrat tona janë publike. Po. Ma publike, ma edhe numrin e shtëpisë, krejt. Pasa zotin, vesh një dollaver ma të voglin me buti, me të shpresin ata tjerë, me ta qitë. Ganimet, faleminderit që je, se tash kur po thom Ganimet, po kthehen te trija. Do ti po kthehesh. Kalimet. Atëre, Ganimet, ti e keni karrierë shumë të bujshme, këngët e tua, me thonë drejtën, hina për i korrejsës, tash ti ndëgjoj dhe këngët tuat, wow, sa largë më kanë këthy për mas atje. Shumë largë. Kështu që shpondi është tash këtë pjesën, tash që kanë dalë shumë këngëtare të reja, shumë artista të ri, apo duket ta, na kanë lanë neve pak ma, sikur ata futbollerat lunë dhe në 30 vjetë, si ti po 30 vjetë të rrëti se po lunë një 18 vjeqarë. Në fakt jo, po knashna ku pitakoj këngëtarë të ri, se po më thojnë më rrit me këngë tua, zonja deputete. Qëre pozitivitetin Ganimete Asanicës, ka ndru që 100 vjetë gone, ka ndru pozitivitetin tënë. Tha jo më rrit me këngë tua, adin qëfar knashësia, adin qa do me thanë që deputetet e vendit tonë i ndëgjojnë këngë tona, jo në rrit me këngë tona. Ama deputet din kon me ndëgju. Ajo është knashësi për këngëtarin. Ganimet, din kon me ndëgju deputet. Pa tjetër. Sa ta kam kry shkollën deputet në përfatsojnë si Plus neve na lidhe dhe një jamën i përbashkët, unë i thash parës, kur e ki një jamën përbashkët, dashte, s'dashte, unë për vete kom për cilë ganën. E thash ke avansu atë shumë politik, edhe është knaqësi që femnat po janë në parlament, janë të zonjat, po të heqin vendin, kjo është knaqësia jonë. Atë ka ndonë njëre parlamenti lëshutet e të e thirë, gane këto më përgjithë të menu që për t'i rismeti. Qa? Atë ka ndonë shme nërë. Jo, së më kanë. Do shta me lidhë më abetin që te kur përmenet emni. Plus, emni jonë është emni i një patriotës tonë, Gjakovare, Ganimete Tërbeshi. Tezja emën djes pas, ajo ma ka vënu për që të arsye emnin. Ganimete, Do me thonë, për ty e mora vesh se e kum pas në me pyjt edhe emrat ku që u kalon edhe për çka. Po, mirë ti na tregove,
Faleminderit shumë që je sonte pjesë e junja, domethënë është privilegj. Inshallah na për emisionin të kënaqshëm të kënaq do të mundemi sa do pak ata që na shohin të sjellim një pozitë që mos më harru asnjë sen edhe njerëzit që kanë karrierë të bujshme. Mirë, Ganimeta Abazi po drejton aty tash si musafire sonte. Ti pyesni problema pi u keshët me gonën? Jo, pe vrej vetën që 2-3 herë po du veç me intervenu për me falenderu musafirët, po sot. Sonte i falenderoj edhe ty që je. Edhe kjo musafira? Po edhe kjo musafire. Hajde, gone, hajde! Uam kem në emision jena. Edhe unë një ditë musafir kë marë pa tjetër, man. Ty a pak çdo emision po vjen po të s'le emision. Ama si musafir mull. Si e do të përgjera. E gone, e pse jeti musafire? Una, Po? se pa ata qef mu bashkan gjitë me ganet. E qysh me mbo mu interneti? Derin edhe respektin Pa që jam. 3G. Ha? Po. Ty apet që nuk bëjke telefoni. Po. Gë ganimete. Po. Gë ganimete 2G. Po. Gë ganimete 3G. E këto që me bëjnë 5G, kush janë ata 2 ganimete tjera? Ato 2 ales kanë lind. Që ata s'pë bën 5G. Që ata s'bën 5G. Ata s'pë bën 5G. Atëre, sonte Urbanoni. pse je gone këtu, unë kisha pas qef të na folsh për kongën ma tre që ke bo. Unë sonte jam këtu moni për me promovu kongën ma tre timen, që është realizu nga Bini Diaz, një tekst i bukur nga Donjeta Amorina, kështu që dashta sonte me shudzu rastin mas jenë dhe 2 ganet, me qenë edhe në ganja sonte këtu me promovu kongën. Atëre, për me relaksu këtë muhabet, për me matë mirë, pajtoni ju 2 ganet shoqët e mija me shti gane me në kënu qatë kongë. Pa tjetër edhe i Atsime, kam urojmë shumë premier. sukses. Faleminderit, Sa mirë Gane. deputetet, që për të kënë rasisht deputetet. ta janë për politikë. Mirë ta me qenë thanë premier. Atëre, Gjithkush e ka një duar tërkitje. Faleminderit shumë. Atëre s'kena për ty gane. Faleminderit. Gone. Ani shko e pa moje to Zemra apo tre Kur më sheme dashni tre Ani shko e pa moje to Zemra apo tre Kur më sheme dashni tre Lotin do ta mbaj, për ty më s'do t'shaj, dhe pse zemra don E di ka shumë ko që tjetër ton, pse nuk e pranon Nëse për mua t'mer mali, me m'thirë mos gabo Zemrën e fto si janari, dashni mo nuk o Ani shko, e pa mu jeton Zemra apo tre, kur më sheme dashni tre Ani shko, e pa mu jeton Zemra apo tre, kur më sheme dashni tre Lotin do ta mbaj, për ty më s'do t'shaj, dhe pse zemra don E di ka shumë ko që tjetër ton, pse nuk e pranon Nëse për mua t'mer mali, me m'thirë mos gabo Zemrën e fto si janari, dashni mo nuk o Ani shko, e pa mu jeton Zemra apo tre, kur më sheme dashni tre Ani shko, e pa mu jeton Zemra apo tre, kur më sheme dashni tre Ani shko, e pa mu jeton Zemra apo tre, kur më sheme dashni tre Jo, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit gane për këtë atmosferë të mrekullueshme. Mone, anive gonën. Po? Ani shka, po shkaj.
Po shkon, a? Po shkoj. Po normal se qaq. Gone, faleminderit shumë që ma Ka lepa. plëcum dëshirën, apo? Faleminderit mëni shumë. Deputete, t'lumëshën qërshia, t'lumëshën. T'lumëshën mirë. Gone, faleminderit shumë për këtë atmosferë të mrekullueshme. Kisha dashur me ditë kush e ka bërë klipin. Po pa tjetër që e falenderojmë shumë Time Picture për një punë që e ka bërë pa lodhshme si gjithmonë. Nina Masmite me ta, faleminderit shumë Titit, faleminderit shumë për punën e madhe që ke bërë për ne. Faleminderit. Unë du të falenderoj Tikin për një punë të mrekullueshme që ka bërë. Gone, tash mundesh mu ul që don pak ma shlirë se ai problemi jon. Apo nëse je mirë rrethet, do të thonë të bëjmë emisionin si të shtëpia. Okej. Se vrem quve, vrej, ku bo, Na, unë ndoshta që të quhesh ti me të pa njerëz, ju që do një me thirë ndosë më gonën, mujme dhe bashkë na me orët pa problem, se gonja alo, është ajo këngëtarja edhe ajo fuqia që ka qenë gjithmonë. Kur na thërë një trio, vjo heq. Tash na përbojmë një këngë tash, trio. Unë po shpresoj që kemi me pas ftesa shumë të mëdhaja, nëse është edhe Gania pjesëmarrëse. Qa kështë dosh me kënu goni, si kur të shekon? A ne këngë patriotike, a popullore, a dashnisa, të gurbetit, a... Unë me këngë këngëtare. Po nëse ti e kështë bo një këngë bashkë? Me bo këngë bashkë. Bashkë, po ti, si deputete, qëfar teme në kështë sugjeru? Këngë Shqipe, mjaftën. Shqipa, kështë po thua në dështë. Dhe kur thamë këngë Shqipe, dhe më thonë, në nënkupton këngë të mirëfill Shqipe. Kish shku shumë me bo një këngë na bashkarisht. Po sigurisht, po e këshmi bo... Kishëm prek pak tema dhe ka politika, ka dashnia, ka... Po tash, këngës në shtë e këshmi gjithë, emni po, kush e kënën, vesh me bo 3G. Na kemi rastet që kanë marrë pjesë politikanë, do më thonë nduete, ose janë përshi si Zoj Tret. Nëse e kujtoni ka qenë një këngë me Edi Ramën që e ka kënë për Tiranë. Po. Ka posë dhe këtu të na këngë me deputet. Ka qenë duket më zgabufsha... Po, lamënota i këngëtarë. Jo, ka qenë... Jo, ta kemi me do të ajo pjesa. Po ka qenë duket edhe... Tash mundet me kohë shamull deputetja Edona Lalloshi. Po, edhe Ismet Beqirin duket ka qenë... E ka posë një duet... është mënu për Prishtinën, pas taj... Aurorën, po, me Aurorën janë mundu me ba një farë kopje të asaj këngës të Tiranës. Mirë, gjithmonë mirët model diçka dhe për teshat që i veshim, është dikush që është një model. E bon dikush për herë po, pa tjetër. Ama atash doshta këtu mi dhënë, ju i bot ftesë Gonës, ju dy këngëtarë... Unë ju këmë bo ftesë moti për marë politikë, kështu që tash, nëse këto të ftun ty me kënu, unë nuk besoj që ti dush mi thonë jo, për arsye se shumë kolegë tonë e kolegë, por nashta ma shumë kolegë mi thonë, që shpi shumë që kemë dorë së më bashkë prom, nestra, deputete. Po, unë e kam qef punës huj për na marë, mi thonë. Jo, po ta kanë zonë ta merë bukën ty. Edhe e kështu që këty në dyja unë ju thamë puna marë, e bojmë punën për mrekulli, edhe mu shanë mi dalë zëtë punës po, dhe më më thonë, ti me këto, ju thë që nuk kene nevoj me orë politikë, rrënë në punë t'ju. Jo, nuk thash ashtu. Po? Po, aktualisht, janë të bo punën shkelqyshëm të dyjat. Po, e këtu që më veç pak të nolmi këtu. Gane. E këtu që jenë ardhë në parlament, si deputete, a se kanë bo punën mirë? Me thonë të drejten... Se kanë bo, unë pajtuna me ty. Jo, unë kam qef me pa rezultate. Gjatë fushatave na mësu me ndëgju refrene, unë do t'jem zeri ytë, kështu, po diçka kur po vim parlament të ju shurë dhe vëgjë. Kështu që... Që ta është Gane, për që ata unë këmë thonë jo politike. është mirë. Se s'di me kryu në punën si kur Gane janë politikë. Para me ndo, kur të me puna e ligjën dhe që Gane kërë thonë, a ka mundësi? Po qëfar mundësi a i deputeti për ati? Po të thënë ty. Unë të Po, ti të thonë, ani falë, që shtë përlojna. Qëre, unë mendoj që njerëzit mendoj që janë të lindur për punën e vetë me bo. Disa që ka një profesion tjetër, edhe unë e s'jam për, po që me bo tash, na jemi vendi vogël edhe mundohemi sa do pak. Politikani nuk do të thëtë me ditë një profesion. Politikani do të me kanë shumë punëtor, do të me kanë tokë, do të me punu fort për qytetarin edhe me qytetarin, sepse nuk do të thëtë të krysh shkollë për të qenë politikan.
Dhe më thonë, në politikë i ke gjitha fushat. Po fillojmë nga fusha e artit, me që veç jemi sot me një vend të tillë, ke nga shëndetësia, ke nga drejtësia, nga siguria e gjitha tjerat, por kur t'jesh në politikë duhet me ditë me da gjanat, apo do në me qenë politikan pastaj, apo do në me qenë edhe. E kur dojsh me qenë edhe, tani atëherë si asgjë. Na muj me thonë që Memli për shembull ka qenë kolegi yni, edhe ai është tregu shumë i suksesshëm. Dhe është një politikan i shkelqyshëm. A veç është po të kë gona? Jo, unë me Memlin njihem bukur gjatë. Edhe na njihemi kemi. Unë e njihna në politikë, do më thonë, njihem Memli Krasniqi ka qenë kryetari i Rinisë Demokratike, e ka fillu karrierën tek strukturat e Rinisë. I ka mësu se endet ka shku shkallë. Memli ka qenë kryetari i Rinisë, unë kam qenë sekretare për gjithshme Rinisë Demokratike dhe kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe një sukses të jashtëzakonshëm, fal angazhimit të madh që kemi pas si rini, ku nuk i kemi këshyr interesat tona personale, vetëm interes e kemi pas me pru Partinë Demokratike në pushtet, sepse duke pru Partinë Demokratike atëherë në pushtet, e kemi ditë që fituse të del Kosova dhe është një realitet, sepse me ardhjen në pushtet Partisë Demokratike, mbrenda 4 muajve është shpall pavarësia e Kosovës dhe ka fillu jeta ose zhvillimi në Kosovë. Dhe ne e kemi ba një aktivitet jo vetëm në Zyre, jo vetëm Prishtinë, po kemi ba në tërë Kosovën. Dhe duke njoft nga atëherë me Memli Krasniqin e deri sot, unë thamë që është një ndër politikanët më të zotë që i ka Kosova. Memli si një djallë prishtinali, si një mik i jo, një problemit. Po, jo në do shta me thonë, me këtë pjesë që ti spjegon, kisha dosh me thonë këtyre ose këtyre deputeteve që janë kolegive tona, të ndjekin rrugën e Memlit, edhe të boni ditë kryetar të partisë vetë. Unë peshëm një super sukses për Memlin, për dhe sa kam rritë të është kryetar i një partije shumë të madhe në Kosovë. Unë mendoj që ju, këtë rast si komunitet, asë njerë s'kini qenë matë përfaqësuar. Sepse nga bota e artit, më thonë, ka ardhë e përmene Memlin, po të në partinë tonë është edhe Eliza Hoxha. Po? Pastaj folëm edhe për atëherë që ishte Labino Tahiri, kishte edhe tashka edhe ka ardhë. Po ka qenë edhe Sabri Fizulloj të kur? Po, Sabri Fizulloj ka qenë prej neve, po aktualisht keni përfaqësim nëse dini me bashkëpunu, unë mendoj që shumë çështje të cilat ju preokupojnë juve ose që ju i shihni që nuk janë rrugën e drejtë dhe ka mundësi me bë mirë, mundeni me adresu. Deputeti për çeta është. Ligjet bëhen për qytetarët, edhe për shtresat e caktuara, këtë rast nëse është një ligj për kulturë, nuk do thotë që na kena bo ligjin dhe ajo është, sepse ligji s'është as Bibel as Kur'an. Ligji bëhet për qytetarë. Unë gjithmonë jam thare, ma mirë është me pas një ligj të keq se mos me pas ligj hiç. Kur e ke një ligj të keq, është që s'po përshtatet, mblidhet 6 deputete në shkull, e përmirësojnë, e riamandamentojnë, edhe bëhet ligji përshtatshëm për qytetarët. Sigurisht kish me qenë mirë më marrë me këtë ligjet ma për afer edhe me regullu. Po mirë, nga një mjetë e jashanisa, po drejtona dhe me mbjamër, zë po më përgjiznit. Kështu që, thash, qa me ndonë ti shumë mirë, deputeti unë ndërume për spjegon që një ligj nuk është shumë i mirë, po fillojnë me punu krejtë bashkë, e ndërtujnë. Qa me ndonë ti për të kongë që unë pëjquj 3 ditë kongë? Del një kongë edhe për 3 ditë edhe harrohet mos përmendet, ndërsa kongët e tua janë me dekada edhe prap, kur ti ndëgjojsh, e din tekstin, e din domethënien, e din vinë melodike. Mas pari duhet mediat edhe institucionet me qenë pak matë zëshëm në këtë drejtim. Jo gjithçka prodhohet duhet jetë veç klikim. Po veç, gone, a i për merë telefonin... Unë për marë shambull, në gjmije pagarushë, më shumë shpesh e ndëgjaj. Edhe 100 vjetë kanë me shku jetë edhe s'ka me linë në gjmije pagarushë. Respekt, për të modhe në gjmije pagarushë. Ajo është shumë pak e klikume. Po du me bo një krahasim. Po tash që tu është problemi? Dohet dikosh, për para na kemi pas shumë cenzur, nuk ke mujti, nuk ka mujt gjithkosh me knu. Sigurisht. S'ke pas vokal. Absolut nuk o këqyr bukuria e kërkoj. As pamja e kërkoj. Tash do me thonë je bukur,
S'ka lidhe që shkënën atë kënën, je het. Po unë them që në përdarsma le t'jepin pak edhe atyne shans, le t'ju jepin se njerës jetojnë prej kangës, dojnë me u bot të dukshëm, dojnë me u bot popularizun, se mendojnë që na këngëtarët kemi pare shumë, nuk është e vërtet. Ata këngëtarë të cilë... Kena. Na dhe ju. Nuk ka thonë më këtë Qamili vogël, ai që këndon për para nuk ka fytyr, e ai që këndon për fytyr nuk ka para. A ka për mundësime po të qyshe dhe ftyra dhe pare me gome? Nuk ish ajo mundësi e djanshme absolutikisht. Dikush të shku të pare, dikush të ftyra. Nuk du me gjyku as nje, se ne kemi jashtëzakonisht këngëtar të mirë, edhe ne Kosova e Shqipnia ju kemi dhanë shumë këngëtarë dhe botës, prandaj absolut s'po du me gjyku as nje. Po. Kemi këngëtarë me famë botërore që mburemi me ta. Prandaj janë ambasador shumë të mirë, edhe kem artiste, kem shumë të mdhenë. Sigurisht të e marë parasysh një popull i vogël me numër, krahasim me shtetet tjera për shembull, edhe të na del namin këtë botën, në mendoj që është punë shumë e madhe. Pajtohesh me mu? Unë mendoj që na duhet me ecë me kohën. Kur tham duhet me ecë me kohën, nuk tham që ne duhet me i harru vlerat Asnjëherë sigurisht. E mëdhaja që i kanë këngëtarët e brezit e brezit e Ganimetës, po dhe e përmenen e Xhmije Pagarushën, e plot të tjerë, Vaçe Zelës, e Mustita është mi numru gjithë me emër. Unë mendoj që na duhet me ullë, me mendu ndryshe, me boni strategji të punës ku dim të respektojmë vlerat, të ruajmë vlerat dhe të institucionalizojmë vlerat. Lejavë komerciale në atyne që janë për komerciale. Nuk duhet mja mohu atë drejt dhe nuk duhet as t'i përqeshëm. Po lyp brezi me pamje, ata po dhurojnë pamje. Po lyp brezi me dhuru spektakel, ata po ofrojnë spektakel. Po na nuk guxojmë që në hijen e spektaklive të breza pamjeve, me lanë me na utret vlerat të cilat vërtet e kanë peshën e vetë në trashëgimin kulturore të Kosovës. Patjetër. Të lumtë. Me që pak e na falni. Foltë kujtë. Se kjo emisioni jonë gjithë që ka komra në ti. As unë nuk e di që ka ndodhë prej momentit në moment. Masi qelë njerë vesh pak drejtë sa të shkon kjo, po masi si ka pru zorë fatezi, por të kush pja boj ma Allah më pështu. Gone edhe për ty. Edhe për mu pas ka pru. Ta ka qitë nesh në dito. Atëre, muj me këqyrë. Mësë është naj betim edhe kësë na jena zaglavit me farë betime, s'po mujë. Po filloj. Atëherë për teleshikusit, kjo është një sfidë, po thotë, zarfi sfidës, dhe drejtohet kështu sfida. Zonja Ganimete Musliu, as ju nuk do t'i kishit shpëtuar sfidës e emisionit ton, u knaqem, të u knaq, por kësaj radhe, për juve nuk ka sfidë, sepse në regjin ton ka ardhur një letër për juve dhe tani do t'a dëgjoni ju dhe gjithë shikuesit e emisionit ton. Hajde inshallah, veç shopin ai gjykatës, nuk më vjen se Albini na ka thonë mos më lajmëru. Hej qika Malin, në intervistat e panumërta është thënë shumë për jetën tënde. Megjithatë, as shumë ka mbetur pa u thënë. As edhe një koleksion fjalësh prej 1 milion letrash nuk mund të përshkruajnë vërtet se kush je. Sfidat tua, betejat tua, uljet dhe ngritjet e tua. Ato nuk mund të shprehen kur plotësisht. Dhe ti as që i interesuar t'i shprehesh. Përkundrazi, e di që pyetjet rreth jetës tënde personale dhe rreth fëmijërisë janë më të bezdeshme për ty. Ti
Ti çdo herë thua që gjithë kanë plagët e veta të padukshme, kanë dhimbjet dhe sfidat e veta. Njëjtë sikurse kanë gëzimet dhe fitoret e veta dhe se secili prej nesh është një nuancë një pikture shumë gjuhëshe të quajtur jetë. Ishte gjithmonë shumë idealiste dhe etilke mbetur, veproi dhe vepron gjithmonë me zemrën të shtyer nga e mira. Por si ndaj askujt tjetër, ndaj te u bë një fushatë organizuar që kishte të bënte me ofendimin, pullizimin, përpjekjet për ta venitur në besimin tënd. Në fillim u trondite, sepse nuk e kuptoje se përse gjithë kjo përpjekje kur nuk po i hyje askujt në hak. Nuk e kuptoje pse u targetove për të sulmuar deri në atë mas. Analizoje veprimet dhe qëndrimet e tua për të siguruar që nuk ishe bërë ndonjë gabim. Dhe kur e kuptove se çfarë po ndodhte, ti qëndrove. Dhe qëndrove pothuajse e vetme përballë këtyre fushatave. Dhe mes përmes gjithë kësaj fortune, ti prap triumfove. 26 vite aktive në politik, herë nga Krapavia e herë në ballë. 26 vite durim, 26 vite angazhim të palëkundur. Qëndrove drejt. Ti ke zgjedhur të qëndrosh e palëkundur në vlerat tua dhe të luftosh për vlerat tona me përkushtim stoik. Asnjëherë nuk e kërkuar për këdhelin e askujt. Asnjëherë nuk e ke vënë re vlerat e tua dhe tonat në këmbim. Nuk u bëre kur pjesë e qarqeve të ashtu quajtura elita të klaveve. Sepse për ty vlerat dhe traditat e këtij populli qëndrojnë më lart se çdo elitë e këtij globi. Ti mbet autentike dhe e përgjithshme, me besim të plot se atë jashtë kishte njerëz të cilët do e gjinin veten e tyre te ti dhe tek parimet e tua. Ti kishe gjithmonë besim në zgjuarsinë e popullit ton dhe kishe të drejtë. Ti ndoshta nuk mund të marrësh kur atë që meriton vërtet, por kjo nuk do të shqetësoj ty. Duhet të shqetësoj ata që minojnë meritat tua dhe meritat e shumë grave të tjera, sepse një ditë ata do të vizitohen nga karma e tyre. Ti vazhdo të qëndrosh si një dritë që thyen në rësirën, si një shkëndij shprese për të gjitha ato qika në këtë vend që refuzojnë të bëjnë kompromis me vlerat e tyre, vetëm për të ndërtuar karrierën e tyre më shpejt dhe më lehtë. Vazhdo të luftosh për parime dhe drejtësi. Vazhdo të ecësh përpara me kokën lart. Do na kesh gjithmonë pranë. Jemi krenar me ty dhe të duam fort. Paqim sa më shumë kane në Kosovë. Në të drejtën u befasova, sepse se prita një diçka tillë, të pas parasysh natyrën e misionit dhe jemi 3 veta këtu, nuk prita për kaq minutar që keni më kushtu, por gjithsesi faleminderit shumë. Ndina pak siklet kur ndëgjoj të fol për mu. Na kanë thonë se s'kena fol na. Nuk e di. Faleminderit. Respekt. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte një frazë që tha, nuk e ke marrë ato që e ke meritu, mundesh me fitu 1 herë, mundesh me fitu edhe 2 herë, po me fitu 7 herë radhazi, kjo është diçka që vërtet ti ke bën një lidhje të jashtëzakonshme me qytetarin dhe qytetarët e gjejnë veten përfaqësuar në këtë rast. Kështu që faleminderit shumë se sinqerisht po tham u ndjeva pak sa. Me sa vjet dolin në pension deputet? Si të gjithë pensionerat tjerë normal me ligj, por na jemi dëshmitar që Bideni ka qenë, domethënë, më shumë se 65 vjet presidenti i Amerikës, edhe në Kosovë kemi mbi 65 vjet që merren domethënë aktivisht me politikë, kështu që kjo është mirë, po është bën një keq kuptim ndoshta sa i përket pensionimit të deputetëve, sepse ka qenë një tentativë për me bë ligjin për pensionim mas 3-4 mandateve, gjë që nuk ka ndodhur kurr. Unë e tham me keqardhje, na kemi sot deputet, të cilët kanë qenë shumë aktiv, kanë kontribuar jashtëzakonisht, ndoshta sot me mendje sigurojnë bukën e gojës dhe Kosova nuk guxon që të lejoj figurat e tilla, të cilët ose njerëz të cilët kanë kontribu për vendin t'i lënë në mshirën e fatit. Unë kam pa ish deputet të cilët sot punojnë në marketet Kosovës dhe kjo nuk është e dinjitetshme sepse ata janë fytyra e shtetit ose janë përfaqësues. Diku i duket është e lehtë puna e deputetit, po t'jesh deputet i popullit është punë mjaft me përgjegjësi sepse nuk mundesh as gjumin me bë rehat. Nëse vërtet e don atë punë dhe nëse vërtet e ndjen veten si përfaqësues të popullit.
Faleminderit që je sot me neve, Shumë kënaqësi. me këtë bagazh, me 7 herë deputete. Faleminderit. Nuk të na thirr rastisht, po të them sinqerisht. Shumë faleminderit. Po të them Faleminderit. sinqerisht. Kemi edhe suksese tjera. Jo, Faleminderit. asoj shtoqës edhe një 0, 70 herë kjo ka me qenë deputete, pa dyshim. Atër kalujmë të Po. zorë jëtë, gone, inshallah, A, shoh, mëre? A, keni shkru pak ma të daja? qysh me qikereja sho Ka gone. dalë se unë me syza ta ashtë i po ledzoj. Jo, a di Zonja që- Ganimete Jashanica, as ju nuk do t'i shpëtoni sfidës e emisionit ton. U knaqëm të u knaq. Ata që i marrin këngët e të tjerve, pa marrë leje, para prakisht nga autori, duhet t'i quani me një emër dhe një mesazh për ata. Për me të vërtet, kjo ka sfid, po sfid që na duhet. Gone. Po unë a di shku shtanë. Gone, po flasim pa dorza. Unë a din qysh thamë. Inshallah o Zot kanë gjithë ku me marë. Bravo. Mesazhi i mirë. Ama në jamën, ty të mjavlon në jamën, se regjia të ka pyt emën. S'po disha me thamë. Gone, po janë e gjesë. ku emën. Qysh e ku emën një faqë? Ai që e merë diçka pa të pyet, ai është hajnë. Ai po në parlamentin spritojnë me dalë me thonë hajnë. Hajnë, hajnë. Kështu që Po. edhe është ligji për lojna hajnë, mbrojtjen shpelojna. është ligji për Gonja mbrojtjen. tha. Jo, Pushteti tha. gonja do është me ndimu ty pak, ama fjona është e jotja. Ti leja që shdush emrin. Po Gonja di qysh ka prima qenë një destis telefonom madhe. a din qysh. Varet edhe qysh e merë këngën. Nëse kënga mirët, këngëtari nuk e ka editu këngën hala, ajo është pak me rrezik. E qajo hajnë. Do me thonë, e këtë tjetër që ka morë të ditume. O dalë kënga, i ka pëlqy kënga, okej, pajtona se Hajnë ma i shumë i kanë vogël, a? marë këngët edhe kur nuk jom i dhnu. Unë jom knaq kur i kanë marë e i kanë këndu këngët e mija Ma se s'ke po që jam një bo, se s'ke këno qesh. Ju përbës për Ja, pa qëfar këno që alloj këna i marë që i kongë të nive, vetë s'kisha qamë Pasha zoti, ma Vetë s'isha knaqësi se me deputet ti marë këngë, dikoshe me ti kënu, e me indigju të tjere të i këndu s'ka. Vala begone mire kives edhe mos me të thonë faleminderit ma keq s'ka pra. Jes, Edhe me fat mushkuletën me faleminderit. Edhe me këngë. mushkuletën si plot këngëtar me kongë. Kjo është njëjtë si me shku mi marë teshat një butik, ose mi shku mi marë një shuku teshat, edhe mu martu, edhe mos mi a këthy kur mo teshat atje. Ti sërë të pilsh menuse me dollë me teshat atina. A është në regull? Nuk është në regull. Sa merë nuse se për te isha. Unë s'po mëj me thonë bashkështu, po që që të kemi ty sonte, e po na bon emisionin ma fani. Na në politikë thonë gjonat, që të troqë. Troq. Na, qëre, po veç shifja ftyrën nga Nemit Jashanicës, pozitivitet, pozitivitet, Artisti duhet me qenë pak ma i but. Pa i kalzu i smetit, Adem, që s'po kalzën. Qysh mi thonë atyri që i vjedhin kongë se kjo. Zonja Ganimete nja 6 herë ka thonë ftyrën pozitiva, na dyja shumë negativa. Po më duket diçka gane këtu. Qëre, na... Jo. S'ka gane negative. Nuk ka Birë, gane që sot është të më thonë, nuk ka gone negative, po tash në jo drejtu më gone, se të e njoft gonën, po t'ja e për shef. Ja vjedhin, po të me pa vjedh mu e ty kongët belet i shumë bo, oj gone. Qëre, ti ndiju mirë sonte, se jena katë kursejna. A po, falimderit shumë, kini një mu, po të kalzoj. Atëre, gone, Gane me sfid, okej. edhe ti me sfid, po mos me ndojnë këto dy gonët që Jo, në kemi dallu ty, apo sonte kemi favorizu, musafire, absolut, tamam. sonte është musafire barabar me juve edhe gonja. Absolut, na s'po menojmë kur gjanë, na po A vetë po na menojmë kalzon, thuj. pozitivisht që na keni thirë. Po, Faleminderit që shumë. kjo është e rëndësishme. është knatësi, Që jena në është knatësi, emision tillë, po. një emision i tillë, po me të vërtet. E lexoj pra dhone sfidën, gane, as ju nuk do t'i shpëtoni pas sfid. Duhet që një nga hitet e tua ta ndëroni vendin e fjalëve, por pa e humbur kuptimin e këngës. Qa me bo që kam shumë hite, s'po di cilë. A qato që i ki ma hetë. O, pret me ndona cilë. Miru pafshim? Jo. Ja, e ti qa, nëse se din,
telefonu mikun, po thot gonja dhe ndimon miku. Hajt për bëj djalin e mirë në kitë shtirë. Atëherë, unë ta jepi mikrofonin, a ki mikrofonin? Mikrofonin e kam afer. Okej, atëherë, Inshallah, moj mi a dalë. mund është edhe prej aty, gone? Okej? Po, s'është problem. Mund është prej aty. Se di sot po nina kështu taman në mësafire, po. Po më duket, teshat e reja, këpucat e reja, gonja, po dënë mi reklamu pak dhe aty, po më duket, jo be ke pasë edhe ndarësëm javën e kalume, qëto. Më falë se. Unë nga trova pak. Milot, Qa po dëni me bo gone, a ka mundësi? djalin e mirë në kitë shtirë për bëj. Djallin? A ka nga ju të është këtë djallin mirë në kisë tira? Po vëllaj që një 30 e diçka vjetë, po 94 të nështë realizu kjo kong. Ki kujdes me tekstin se pja shonë nonën t'i kënja. Në parlament sot të full e këtheni. Jo se këthejmë ishtë të qashtë A, shkojmë. keq, gone nuk e këthejmë qashtë keq. Djali shtir nanën e ketë mirë, djali shtir nanën e ketë mirë, djali shtir nanën e ketë mirë. Bëlle gojën besharet, sa se hongren I flakaresh, e mire keqe vjere kom, fjallën me ja këthy e zvon. Djali shtir nanën e ketë mirë, djali shtir nanën e ketë mirë, djali shtir nanën e ketë mirë, djali shtir nanën e ketë mirë. Faleminderit. Jam vjerë. Po. Që shi ngrehi krata, dhe se nanën e kitë mirë, po thëtë. Amo po kjo I tha viherës vetë, ku me ditë reja ju të që thëtë për ty. Po t'u njës prej ganës që shështë ganja, besoj që edhe reja ganës e thët njëjtën sen. Atëre, një përgjigje diplomatike të do këtë. Monja ja dola me ndrimin e fjallëve. Unë e veç po thëmë, nëse... A kaloj sfidën. Po, sfidën e kaloj sigurisht, po, sfidën e kaloj... Jo, do shta me thonë diçka tjetër se mos po ta vjedhen edhe qitë verzionin e ri që e bone, që aty e këpo ta hallin, edhe du të pës gone, jo, unë I kom qitë në Instagramin tonë, Probend KS, disa pyetje për ty, për mos me qenë na ata që I bojmë pyetjet për ty, edhe merë një pyetje, tha, kishim pas qef me ditë gonja, pse e vetmja këngëtare e estradës që gjithmonë ka bend. Kush ka bend, botën ka. Jo vlenë për Probendin. Unë e menaj që për një këngëtar është privilegj me pas bendin. Ganja është mësu gjithmonë me bende me punu, edhe ganja e donë bendin se pa ekip, pa bend, kur nuk ki sukses. Gjithmonë je maj suksesshëm kur e ki bendin. Kështu që jam shumë e lumtur që e kam Probendin, ju dua shumë Probendin. Jeni ma të mirë. Po, kur jeni me Kallablak edhe fajnë e doni ma letë në shumë vena kështu. Po, kuptohet, veç që... Faleminderit shumë, gone për këtë përgjigje. A në po zëna herë me posë. Bendin? Po dhe bendin. Pa tjetër se... Për fushat ko kanë të mirë. Për fushat, I sholas për shkujnë në zgjedhje më tjera. Qasoj rrugë im. Po, e shko shumë, po vim në ketë komplet qëto. Kur jem të Instagrami, të shkrimet në Instagram, neve këtu e kemi një rubrik e cila quhet Ju kërkoni, ne këndojmë. Kështu që, ju të gjithë që na keni shkruar në Instagramin tonë Probend KS për pyetjet e ganës, njëkohësisht edhe për kërkesat e juaja, për me këndu diçka për juve, unë tash do të çona, kisha pas qef deputete e nderuar, të vishti me mu të bësh përzgjedhjen e një konge me jaknu dikuj nëse nuk priton. Atëre, s'kena për mu e për ty. Ja, pa tjetër. A ka mundësi duar të kite I lusë, Me përzi kështu do ta? Po. Shola për hajrë. Po, për hajrë. Ko për hajrë, e me na falë. Laura nga Sheba, përshëndet të gjithë shqiptarët dhe stafin e misionit. U knaqem të u knaq me këngën. Atërë të kësim ka kamera. Po,
pa kongë ka shku, vetëm me kongën 3 pika. Do me A thonë, kina i kongë 3 pika? ja veç një, s'na duhet ma shumë se nuk kemi kohë. S'na duhet ma shumë. E tash, unë po mendoj që na do të knojmë një kongë, Kush, jo, një. po të rëshë. Ma me pa tjetër po më nëmë grupë me qëti. Ma Faleminderit keni qitë rrethin, po e e shoh. nderuar. Ja, gona zvan. Unë po mendoj që me qenë se sonte i patëm 3 zoja të nderuara me profile paka shumë gjashme, paka shumë të ndryshme, sa dhe gonja kënon, po javën tjetër, emisionin tjetër, do të vjen me një kongë, me një jetë, okej? Pelon premier. Pelon premier. Atëre, Parlament. ne do të kënojmë një kongë sot, por shpresoj që mos na i dhënohet askush. Djem, unë po mendoj me bo kongën Gruaja Sotit, një parodi, e cila ne kemi kënu shumë ma moti këtë kongë, i kemi kënu Grus të Sotit. E tash, ju mundi me ndëgju, ju edhe gjithë shikust, nëse kem gabu diçka, na shkruni prapa ty në adresën tonë ProBand kësë në Instagramin tonë. Qanaj hupi, forca gurit, se s'poj shitet fjala burit. Fjala burit, jo s'poj shitet, milin mashe, mas positet. Sa kem burat me për oda, jo nuk patëm o që si moda. Sa kem burat me për oda, jo nuk patëm o që si moda. Dera borit, kur ka kris, jam shumë konkret, rote shpis. Di kur gruja bëj ke buke pe, tash ta qetas, një qajnë dze. As një qaje, as një kofe, për një fjallë ti thot një qilofe. As një qaje, as një kofe, për një fjallë ti thot një qilofe. Grotër para gjithë ditën të i kot, Gruaja Sotit s'prek pun me do. As një pun jo se prek me do, i shkon dita vesh na i fol. E nata të i këshyr seriale, i vjen burri jo se kogojle. E nata të i këshyr seriale, i vjen burri jo se kogojle. Burri Sotit gojen se qe, pa iskrus pro, gun se shke. Me bo burri, me ngrit zonin, para syve ja thën sa honin. U thy sa honin au bo beteri, burrat e Sotit i kanë zon sheri. ProBand, faleminderit shumë.
Disa gjana pi bojmë edhe na tash, veç na keni kritiku, po ne kuptova që është parodia. Parodi pa tjetër, Ganimet. Kur jemi të gatimi të punë të shtëpisë, a ka mundësi me na qit një pite, ju po me na knu një kongë edhe ti? Masi. Por para se me knu kongën, Ganimet, unë të falemnderoj ty shumë, që sonte ishe pjesë e emisionit të kënaqëm të kënaq. Shpresoj që je kënaq, ti, bashkë me neve, edhe i kemi kënaq në dëgjues edhe shikues që na kanë pa. Gjithashtu, edhe ty, më falë që telefon, a ka mundësi, a veç tu qërshia të kanë metë, apo kja lo? Qëtu më kanë metë, kur përshkojnë parlament për shti në gjepë, po tu të na për maha kush telefonin. Okej. Atëret. Faleminderit man, unë deshta me ju informu, edhe me ju tregu, që jam të punu një projekt, një rikthim në kohë, i kam zgjedh disa këngë, bashkë me Naimin, që kemi pas shumë shtirë, me Naim Krasniqin, mi rizgjedh këngët, se s'deshëm cilin me da, se të shumë kjo e mirë, a qysh me lanë këta? Pak ma e mirë. E hajtë se qëta pe marëm. Sigurisht. Në tonë e kena pas shumë shqirësi, i kom rikëthy në jetë, 12 këngë, do me thamë prej bashkëpunimit me Naimin që 32 vite e këne. A dhe që dikush si ka 32 vjetë jetë? Në fakt, unë i kom dikun mbi 100 këngë që janë personale. Kisha tha 100 vjetë, po shasë. Jo, këngë të mija. I kam punuar edhe 4 këngë të reja, ndërto është edhe një këngë e Gurbetit, se unë e djalin e kam Gurbet. E përshëndesim. Edhe unë besoj që gjitha nanat kanë me gjetë vetën aty. O, sa mirë. Po unë enkas djali tim ja këmë kushtu atë këngë. Edhe po shpresoj, po jemi në pregaditje të 22 vjetorit karierës sime. Rikëtim në kohë. Po ti 20 vjetë i ki krejtë 22 vjetë? Jo, i kam pak ma shumë. Unë e qëre vjetë nuk kam shumë, po kilometrash kam shumë kalume. Dishka s'po përpuzët këtu. Po. A ko mundësi një titut në i kongës në thush për emisionin tënë ekskluzivisht? Po, konga të harroj nga dal. Mesazh me plot kuptimin e fjalës. Sepse shumë qifte pilodhe mbre njerës të duje femna, duje, ajo prete, dikur lodhe dhe thot, po të harraj ka dale, bre të djeri. A me të harru po? Edhe pse dhimbje kam shpirt shumë që po të harraj. I shala s'bot me harru kërkan për të mirë. Absolutikisht, unë veç e ktheva si në hajgare, se janë një dy këngë që janë pak ma ndryshe se Ganimetja. Po, a? Po. Ato të vjetërat i kumë rikëthy të Ganimetës, po thuja se gati gjitha janë të riorkestruar edhe kanë mu dukë si të reja, sepse edhe kemi intervenu pak në tekste, e kemi ndryshu pak. Aranjmonin është a pak? Aranjmonin shumë, bile. Edhe interpretimin edhe unë po shpresoj që kretë kanë me dalë të reja, për që ata thash parzit, po që ku me marë. Po, sigurisht. A du s'do miru këtu, a? Leti marrin? Absolut, leti marrin kretë. Merë një këtë në një. Faleminderit shumë, faleminderit është knatësi dhe nderë për neve. Edhe unë nuk mujta me të thonë jo, se unë kom bashkëpunu shumë me juve. Faleminderit shumë, knatësi ka qenë gjithmonë. Me Milutin, me Gana, në për koncerte, me ty, kom kënu në për dasma, në për ahengje. Shtë që faleminderit edhe që s'po në harrani. Mone du me të ndërpredho me pak se du mi falenderu shumë, edhe pse son të kesh në pozitën e musafirës, Gane falimderit shumë, zemër të roj suksese dhe i di që pa të shumë këngët e tua janë vepra që kanë bet, shumë mirë që për i rikëthen. Ganja tjetër, falimderit shumë, shumë falimderit që gjete kohën kjeson të me neve. Knasi është edhe jemja, Gane. Edhe 7 herë ose 6 është deputete. Atere, unë po të quj Ganja Drenicës. E di që i e mes e Mitrovicës? është vërtet, jam bie Drenicës, mes e Mitrovicës, por jam Ganja e Kosovës tashmë, sepse jam përfaqësuese e qytetarëve të gjithë Kosovës. Kështu që për me javon hjeshin
ose akuzoj me thonë qërshin mbi tortë, se ti këto me qërshia. Ja, ka po torte nëse ka bajë. Atëre, nuk kom qarë gane, pa të falimderu dhe ty sonte që ke qenë në cilësinë e musafirit, është kënaqësi se ne ndojmë çdo ditë bashkë me Probendin punën, po sonte pak më ndryshe me ty. Faleminderit shumë, po atëre mos harrojmë na bashkë, ti falenderojmë edhe sponsorët tanë që i kem, shtëpinë më të madhe të mobilive Graniti, e cila është kujdes për këtë skenë gjigante të mrekullueshme, si ashtu edhe produktën time butiku më i sut në Prizren. Patjetër që i falenderoj edhe salonin Shoholka dhe Arnor Aliun për veshjen time. Faleminderit gjithëve. Atëre, skena për ty, Ganimit Erçanica. Shku gjëmojnë, të mujtë një gitare, era s'ka të ndalë, fshiu dhe gjurë të tua, ti mujtë e kësaj gitare, të the të tua, të tua. Fry vojere fry, fry e mosuna, qoj e dhe mjetime në veri. Gjurë të tua, tinguj të kësaj gitare, të the të dua, të dua. Fryje fry, fryje mos u nda, qoj edhe mjetime në veri. Fryje fry, fryje mos u nda, ai që deshta. Faleminderit. Mami reshuj, kur gjë ma së më thuj shuj, se u knaqëm tu knaq, na u knaqëm tu knaq. Mami reshuj, kur gjë ma së më thuj shuj, se u knaqëm tu knaq, na u knaqëm tu